Je ke gjë. Faleminderit, mos flasni tjetër. Edhe ti kush? Prit, një sekond t'i kalojmë. Tuk. Edhe tjetrin, kaloj atë. Merri atë xhakin. E përmbledh shkurt. Një ndër prindërit e fëmijëve të prekur. Si ndiheni sa të shqetësuar keni qenë këto ditë dhe çfarë masë Ne kemi qenë shumë të shqetësuar se fëmia im ka qenë të martën. Fëmia ime ka qenë të martën që është i infektuar. Fal mjekës u ka marrë për vete, jo për ty. Fal mjekës që na dha ilaçin dhe është mjekuar, tani është disi më mirë, po prapë dhimbjet vazhdojnë, ka rënë temperatura, po dhimbjet e barkut vazhdojnë akoma dhe nuk e dim sa do zjasin. çfarë kanë probleme tani? Po do vazhdojmë kështu me mjekimin, pastaj më vonë do ripërsëritim edhe një herë analizat. Juve Si do dalë? Besoj që e keni parë kopshtin nga afër. Më herët a keni pasur hije dyshimi për mënyrën për ushqimin që vinte, ja keni Po. adresuar institucioneve? Kopshtin për këtë pjesë nuk kemi folur, po ato janë organet kompetente që duhet kontrollojnë ato gjëra. Nuk kemi ne jemi thjesht. Jo, nuk jam i sigurt për ta çuar fëmijën, po prapë atje në atë kopsht. Se ajo më ndodhi prapë nesër. Okej, tjetër. Për këtë gjë. Edhe një fundit edhe besoj një Ora. Zonja, ju jeni me